U zhvillua mbrëmjen e së premtes në kuadër të festivalit ndërkombëtar të muzikës baroke, koncerti Urlo Mediterraneo, klithma mesdhetare në ambientet e Muzeut Arkeologjik në Durrës. Koncerti solli emocione të veçanta përmes melodive arbëreshe, të interpretuara me mjeshtëri nga artist italian. Organizatori i festivalit, Jusuf Beshiri, tha se ky është viti i 13 që festivali zhvillohet në Durrës, një qytet që i përshtatet më shumë natyrës së këtij aktiviteti. Të mendoj që është një qytet nga një qytet më antike në Europë dhe muzika antike më shumë se meriton Durrësi, nuk meriton asnjë qytet. Për mendimin tim, nuk është thjesht me instrumenta barok, por është me muzikë baroke dhe me dancën kontemporane, flet për dramën shqiptare të migrimit në periudhën e 91-shit. Dhe këtë vit është 35 vjetori i ikjes shumë emigrantë, duke filluar nga unë, që kam ikur në Riani nga Durrësi, dhe unë e doja se s'bën ta bëja në këtë qytet apo dhe në Vlorë që kemi nesër. Festivali do të vazhdojë rrugëtimin e tij në qytete të tjera të vendit.